Miq, në këtë video të tretë në lidhje me dosjen kurde dhe Kurdistanin, si që thash në videon paraprake, do t'i shpjegoj elementet kryesore të shtetit, shtetësisë dhe ides për krijimin e Kurdistanit, shtet i pavarur në rajonin e lindjes së mesme. Shtroj pyetjen që në fillim: a ekziston sot ndonjë mundësi reale për një shtet të pavarur kurd? Vazhdoj leximin e tekstit. Perandoria osmane nuk ekziston më. Në veri të Irakut është krijuar një farë formacioni shtetëror kurd, që deri në vitin 2017, kur u shpall referendumi, nuk ishte as shtet e as jo shtet. Megjithatë, në veri të Irakut kurdët janë shumicë, ndërsa resurset kryesore të Irakut janë të përqendruara në veri dhe menaxhohen nga kurdët. De facto, mund të thuhet se në Irak ekziston një shtet kurd, bile atje ekziston një forcë mbrojtje më e madhe se peshmergat, e ajo është ideja që nuk vdes kurrë për një Kurdistan të pavarur. Të mos harrojmë, formacioni shtetëror, si që është ky i kurdve në Irakun verior, mund të zhbëhet shpejt, mbase veç ka filluar, nëse fuqit e mëdha nuk i mbështesin seriozisht kurdët për një shtet të pavarur me karakteristikat e nevojshme të një shteti sovran, sikur të gjitha shtetet tjera. Problemet që i kanë sjell dy strukturat kinse shtetërore islamiste, si shteti islamik i Irakut dhe ISIS-it në Siri, vazhdimisht kanë reflektuar një farë frike, por edhe një nevojë për një fuqi tjetër, e cila do t'i sfidonte këto dy organizma si shtetëror të rrezikshëm për rajonin si dhe për interesat ndërkombëtare. Sidoqoftë, u pa edhe kohëve të fundit se tani më gjendja në lindjen e mesme ka ndryshuar. Krijimi një Kurdistani është bërë edhe më vështirë. Rusia më nuk është ajo e para 20 vjete, sikur që Turqia nga sa ka arritur të shtrin Turqia, nga sa ka arritur të shtrin ndikimin e saj, edhe atje ku para 2 dekadeve as që mund të flitej, është një fuqi parandaluese për atë që po kërkohet për krijimin e Kurdistanit. Turqia atje po shtrihet edhe me ushtri, e kjo bën të mendohet se interesimi i saj për rajonin do të jetë edhe më insistues dhe afatgjat. Miq, këto fjalë që i lexoj i gjeni në Telegraf, në gazetën Mejdani, të cilat i kam shkruar në qershor të vitit 2014. E për fund, ti themi edhe një herë, ti kthehemi edhe një lemzës së Churchillit. Tani për tani, kurdve të Siris, Irakut, Turqis, e mbase edhe të Iranit, u kam mbetur që të shpresojnë në ndonjë lemz eventuale të Donald Trump apo të presidentëve të tjerë, në mënyrë të së cilës edhe njëherë mund të vizatohen kufij të ri, shkel e shko të lindjes së mesme. Siç po shihet, shanca reale nuk ka, aq më tepër tërheqja e forcave të armatosura të shëbave nga veriu i Siris për kurdet do të jetë një goditje e madhe, kësaj radhe shumë më e madhe se që pësuan teksa i mashtruan me referendumin për pavarësi nga Iraku në vitin 2017. Për herë të parë, kurdët menduan për themelimin e shtetit të tyre me njëherë pas rënjes së perandorisë osmane, saktësisht përgjatë luftës së parë botërore. Në vitin 1920, përgatitën draftin për shtetin e ri kurd
por marrëveshja e Lozanës e vitit 1923 e shoi ëndrrën kurde. Në këtë kohë, pikturoheshin kufijt e ri të lindjes së mesme pa shtetin kurd. Megjithatë, çështja kurde mbeti e hapur për gjatë gjithë kohës. Kurdët do të merren në konsiderat vetëm si pakica në për shtete të reja që po krijoheshin. Megjithatë, përgjatë shekullit 20 pati disa tentativa për krijimin e shtetit kurd. Më poshtë do t'i përmendim më kryesorët. Në një dosje hulumtuese, të cilën e ka botuar El Jazeera, do të mësojmë se çështja kurde ka kaluar nëpër një histori të çuditshme, shumë herë me shpresa të mëdha, disa herë të mashtruar, herë i shohim të manipuluar dhe çka është më interesantja, siç tham edhe pak më lart, Britania e Madhe ishte ajo që kundërshtoi më së shumti krijimin e Kurdistanit. Më poshtë do të gjeni datat dhe ngjarjet më interesante të kurdëve në lidhje me krijimin e shtetit të tyre dhe ngjarje të tjera mbi historinë kurde. Viti 1920, marrëveshja e Sevrës. Në bazë të kësaj marrëveshje të vitit 1921, qeveria irakiane vendos për pjesëmarrjen e kurdëve në zgjedhjet e ardhshme të Irakut. Kjo marrëveshje ishte nënshkruar mes faktorëve ndërkombëtar dhe qeverisë turke, e cila ishte krijuar pas rënjes dhe shpërbërjes së perandorisë osmane. Sipas kësaj marrëveshje, kurdët do të kenë të drejtë për një autonomi fillestare me të drejtë pavarësie në të ardhmen, por të varur shumë nga rrethanat që do të krijohen më pastaj. Viti 1923 ndodh revolucioni kurd i udhëhequr nga Mahmud El Hafid Barazani, i cili luftoi për krijimin e mbretërisë kurde për rreth qytetit të Sulejmanijes në Irak dhe atë si refleksion i vullnetit kurd për pavarësi. Revolucioni u shua në mënyrë të përgjakshme pas ndërhyrjes së forcave britanike mbi kryengritësit kurd. Gjithashtu, viti 1923, pas marrëveshjes së Lozanës mes Aladve dhe Turqisë e nënshkruar në qershor të vitit 1923, çështja kurde do të largohet nga bisedimet e ardhshme ndërkombëtare. Çështja kurde mbeti pas zgjidhje. Nga ky moment, kurdët ishin ndër faktorët më të rrezikshëm për paqen në rajon, të cilët më asnjëherë nuk u qetësuan. Ata zhvilluan luftra të shumta, betejë të përgjakshme, por deri në këtë ditë asnjëherë të suksesshëm. Viti 1925. Në këtë vit përgatitet kushtetuta e Irakut në kohën e mbretit Faisal, por megjithatë kjo kushtetut nuk përfshin të drejtat e kurdëve. Gjuha kurde nuk pranohet si gjuhë zyrtare as në zonat ku banonin kurdit. Gjuha arabe mbeti gjuha e vetme zyrtare. Viti 1932 ndodh revolucioni kurd në veri të Irakut. Viti 1943, revolucioni i dytë kurd në Irak në udhëheqjen e Mulla Mustafa Barezanit. Viti 1946, edhe kjo është koha kur krijohet partia më e madhe kurde në emrin Partia Demokratike Kurde e udhëhequr nga Mulla Mustafa Barezani. Gjithashtu, viti 1946, forcat ushtarake britanike, të ndihmuar edhe nga ushtria irakiane, detyrojnë luftëtarët kurd me gjithë Mustafa Barezanin të lëshojnë trojet e tyre dhe të shpërngulen në Iran. Në këtë kohë,
kurdët e Iranit shpallin Republikën Kurde të Mehabadanit në lindje të Iranit. Megjithatë, ky shtet i pavarur kurd nuk do të mund të mbjetoj më shumë se 7 muaj. Pas shtypjes së përgjakshme të kësaj republike nga forcat iraniane, irakiane dhe britanike, Barzani detyrohet të ikë në Bashkimin Sovjetik. Në vitin 1958, në këtë vit rrëzohet mbreti i Irakut dhe merr fund mbretëria irakiane. Iraku do të shpallet republik ku në krye të vendit vije Abdul Kerim Qasim. Për një kohë të shkurtër përgatitet kushtetuta e re e përkohshme, ku thuhet se arabët dhe kurdët janë popull të barabartë të Irakut. Të drejtat nacionale kurde do të njihen të barabarta me të drejtat arabe, por vetëm brenda shtetit të përbashkët me emrin Republika e Irakut. Viti 1961, 3 vite pas, në këtë vit, qeveria irakiane do të mbyll Partinë Demokratike Kurde dhe me dekret ndalon të gjitha aktivitetet politike të kurdëve në territorin e Irakut. Në dhjetor të këtij viti shpërthejnë demonstratat e mëdha në të gjitha territoret ku jetojnë kurdët. Motoja e këtyre ishte demokraci për Irakin, autonomi për kurdët. 2 vite më vonë, në vitin 1963, në prill të këtij viti fillon një periudhë e re për të drejtat kurde në Irak. 3 vite më vonë, në vitin 1966, përmirësime të dukshme të pozitës juridike dhe politike të kurdëve në Irak. Është kjo koha kur Iraku do të udhëhiqet nga Abdurrahman Arif. Një vit më vonë, në vitin 1967, kryeministri i Irakut, Abdurrahman Bezzaz, hap një kapitull të ri për të drejtat kurde. Në një moment deklaron se është i gatshëm të bisedojë me kurdët për një pavarësi kulturore të kurdëve. Një vit më vonë, në vitin 1968, partia Baath fiton zgjedhjet e lira dhe me datë 17 korrekt të vitit 1968 merr pushtetin në Irak. Në vitin 1970, qeveria irakiane nënshkruan dekretin për autonomin të zgjeruar të kurdëve në veri të Irakut, pjesëmarrje të barabartë në qeverinë e vendit, si dhe një gjuhën kurde si gjuhë e dytë zyrtare në Bagdad. Sipas kësaj autonomie, gjuha kurde do të përdoret në shkolla dhe universitete ku mësojnë nxënësit dhe studentët kurd. Me gjithë këto përparime, kurdët e ndihmuar nga disa shtete të jashtme perëndimore qohen në kryengritje për të marrë edhe Kerkukun e pasur me naftë. Pas 4 viteve mosmarrveshjeje mes arabëve dhe kurdëve, qeveria e Irakut ndërmerr hapa në disfavor të popullatës kurde dhe ndalon shumë aktivitete kombëtare të tyre. 5 vite më vonë, në vitin 1975, marrëveshja e Algjerisë në mes të Irakut dhe Iranit, sipas kësaj marrëveshje, të cilën e nënshkruajnë Mohammed Riza Pahlavi dhe Saddam Hussein, Irani do të ndërpret menjëherë mbështetjen ushtarake ndaj kurdëve të Irakut. Nga kjo pushon kryengritja kurde në veri të Irakut. 4 vite më vonë, në vitin 1979, me datë 16 qershor të 79-ës, Saddam Husseini zgjidhet president i Irakut, i cili e zëvendëson Ahmed Hasan el-Bekrin.
në të njëjtin vit vdes lideri i kurdëve të Irakut Mustafa Barzani dhe në vend të tij emërohet djali i tij Mesud Barzani, i cili e udhëheq kurdët e Irakut deri në këto momente kur po flas me ju. Në vitin 1980 shpërthen lufta irako-iraniane. Në këtë luftë pala kurde ndahet në dy pjesë. Partia Demokratike Kurde lufton në krah të Iranit, ndërsa Unioni Nacional i Kurdistanit mbështet Saddam Husseinin. 8 vite më vonë, në vitin 1988, në janar të këtij viti, forcat ushtarake irakiane sulmojnë kurdët e veriut, ku, sipas raporteve të shumta, Iraku i Saddam Husseinit përdor edhe armët kimike kundër qytetarëve të pafajshëm kurd. Në këtë masakër vdesin të helmuar me mijëra qytetarë kurd. 3 vite më vonë, në vitin 1991, në mars të këtij viti pra, kurdët do të shfrytëzojnë luftën e Amerikës kundër Irakit, pasi që forcat e Saddamit kishin pushtuar Kuvajtin. Në këtë kohë, që konsiderohet revolucioni i tretë i kurdëve, këta të fundit marrin Sulejmanien, Kerkukin, Devhekun dhe Erbilin dhe e shpallin autonomin e një anshme ndaj Bagdatit zyrtar. Forcat irakiane detyrohen të tërhiqen nga veriu në tetor të po atij viti, pra të vitit 1991. Gjithashtu në këtë vit, forcat aleate të udhëhequra nga Amerikanët shpallin veriun e Irakut për zonë të sigurisë. Ky hap i Amerikanëve do të nxit iranianët për të ndihmuar Irakun kundër këtij vendimi. Për çudinë e shumë kujt, me gjithë kërkesën kurde, Amerikanët nuk shtin Sulejmanien dhe Kerkukin brenda zonës së sigurisë, gjë që hidhrojnë pa mas edhe kurdët. Një nga ana tjetër, Bagdati zyrtar vë embargo kundër veriut të vendit, ku, si shkruhej atëherë, kanë vdekur mbi 1 milion kurd nga mungesa e ushqimit, e barnave dhe ujit të pishëm. Gjithashtu, në vitin 1991, 2 liderët kryesor kurd të asaj kohe, Xhelal Talabani dhe Mesud Barzani, fillojnë bisedimet me Bagdatin zyrtar për një pavarësi të tokave kurde nga Iraku. Marrëveshja nuk arrihet për shkak se palët nuk mund të merren vesh rreth qytetit Sulejmanie dhe Kerkuk, që të dyja këto qytetet e pasura me naftë. Një vit më vonë, në vitin 1992, mbahen zgjedhjet e lira në veriun e Irakut dhe themelohet parlamenti i partë kurd në veri. Me gjithë luftimet e përgjakshme mes kurdëve, për shkak të mosmarrëveshjeve të mëdha mes dy partive kryesore kurde, megjithatë parlamenti kurd shpall veriun e Irakut për zonë e pavarur kurde. 2 vite më vonë, në vitin 1994, për shkak të mospajtimeve të 2 liderëve kurd, Taliban dhe Barzani, filluan një luftë vllavrase mes kurdëve, ku vriten me qindra mijë kurd. Në ndërkohë, kur në vitin 1995, Xhelal Talabani kërkon ndihmën e iranianëve, Barzani lidh paqe me Saddam Husseinin dhe ashpërsohet lufta deri në vrasje të përmasave të paimagjinueshme. Në vitin 1996 mbahet mend si viti i vrasjeve masive të kurdëve, që nuk kishin ndodhur asnjëherë të tilla në histori. Po ashtu, në vitin 1996, sulmet irakiane me avion ushtarak mbi tokat dhe popullsinë e pafajshme kurde, sipas marrëveshjes së bërë mes Barzanit dhe Saddam Husseinit,
marrëveshje kjo që do të del në shesh pas vrasjes së Saddamit, Barzani kishte kërkuar që forcat irakiane të vrasin sa më shumë kurd në zonat ku ishin nën kontrollën e Xhelal Talebanit, i cili ndihmohej nga Irani. Në vitin 2003, saktësisht me datë 20 mars, forcat amerikane pushtojnë Irakun. Me datë 9 prill, bie regjimi Saddam Huseinit dhe me të bie dhe Bagdati. Në këtë kohë, forcat kurde të ndihmuara nga amerikanët pushtojnë Kirkukin dhe Mosulin të pasura me naftë. Po atë vit, 2003, pas rënjes së Saddamit, Shebat ndihmojnë themelimin e unionit të përkohshëm kurd. Në këtë union përfshihen personalitetet më të shquara kurde, ndërsa për kryetar të unionit caktohet Paul Bremer, një diplomat i rryer amerikan i asaj kohe. Në vitin 2005, Xhelal Talebani zgjidhet kryetar i përkohshëm i Irakut, ndërsa Hoshier Zibari zgjidhet për ministër i jashtëm i Irakut. Zibari vazhdon të jetë ministër i jashtëm deri në vitin 2014. Në vitin 2005, në tetor të këtij viti, Iraku bëhet me kushtetutë të përkohshme, në bazë të së cilës udhëheqja e shtetit ndahet në 3 pjesë. Sunnitëve u ipet udhëheqja e parlamentit, të tjerëve qeveria, shiitëve qeveria, ndërsa kurdëve presidenca. Dua ta lexoj edhe një herë këtë. Në tetor të vitit 2005, Iraku bëhet me kushtetutë të përkohshme, në bazë të së cilës udhëheqja e shtetit ndahet në 3 pjesë. Sunnitëve u takon udhëheqja e parlamentit, shiitëve qeveria, ndërsa kurdëve presidenca. Kjo politik vazhdon edhe sot e kësaj dite. Viti 2006, Kurdistani Verior i Irakut krijon qeverinë zyrtare dhe parlamentin e saj. Mesud Barzani zgjidhet për kryetar i Kurdistanit të Veriut të Irakut. Gjithashtu në vitin 2006, në shtator të atij viti, Barzani urdhëron zbritjen e flamujve irakian nga dërtesat e institucioneve zyrtare të vendit dhe në vend të tyre valojnë flamujt e Kurdistanit. Ky hap shkakton një përplasje të fortë mes Bagdadit zyrtar dhe kurdëve, ku dhe fillojnë betejat të përgjakshme rreth qytetit të Kirkukit, saktësisht rreth burimeve të naftës. Vriten mbi 80.000 qytetarë. Viti 2011, në shkurt të këtij viti, qeveria kurde vënedor plotësisht burimet e naftës në veri të Irakut dhe fillon nënshkrimin e marrëveshjeve për nxjerrjen e saj. Përkundër që më parë kishte marrëveshje të mos ndodhte kështu. Përfituesit më të madh të këtyre marrëveshjeve bëhen kompanitë amerikane të naftës. Në vitin 2014, në janar të këtij viti, tërhiqen të gjitha ministrat kurd nga qeveria qendrore në Bagdad e qeveria e Nuri El Maliki. Kurdët kërcënojnë se do të tërhiqen edhe prej parlamentit irakian dhe do të shpallin pavarësinë e Kurdistanit të Irakut. Po atë vit, në skenë paraqitet ISIS, apo kalifati i shtetit islam. Në janar të këtij viti, ISIS pushton qytetin e Mosulit dhe shpall për kryeqytet të vetin. ISIS pushton pjesët kryesore të naftës përreth Kirkukit dhe i afrohet në kufi edhe Erbilit. Peshmergët kurd, që janë ushtria e rregullt kurde, me ndihmën e amerikanëve, fillojnë luftimet e përgjakshme për të rikthyer tokat e pushtuara nga ISIS, sidomos ato rreth Kirkukit dhe Mosulit. Në vitin 2016, në tetor, ushtria irakiane fillon luftimet e rrepta kundër ISIS dhe peshmergëve kurd për rikthimin e Mosulit. Në ndërkohë, lidhet marrëveshja mes kurdëve dhe irakianëve për luftimin e përbashkët
të shtetit islamik të Ebu Berekat el-Bagdatit, duke nënvizuar se mosmarrëveshjet mes tyre do t'i zgjidhin në një kohë tjetër. Një vit më vonë, në vitin 2017, në muajin shkurt të këtij viti, ushtria udhëheci i kurdëve të Irakut deklaron se kurdët e veriut të Irakut do të organizojnë referendumin i cili nuk duhet të lexohet domosdoshmërisht si pavarësi definitive nga Bagdati zyrtar. Në takimin e tij të fundit që kishte me sekretarin e përhershëm të Kombeve të Bashkuara të Atëshme, Barzani kishte thënë se referendumi do të mbahet së shpejti pa marrë parasysh kundërshtimet e disa vendeve në rajon dhe të tjera në përbot. Në vitin 2017, viti i Kirkukit, ku Nejmedin Kerim urdhëron uljen e flamurit irakian sërish nga ndërtesa qendrore e qeverisë kurde dhe ngritet edhe njerë flamuri kurd. Ky hap do të shkakton njërin prej krizave më serioze mes kurdëve dhe arabëve prej kohës së Saddam Huseinit. Sipas nenit 140 të kushtetutës irakiane, të cilën e kanë nënshkruar tri palët, sunnitet, shiitët dhe kurdët, Kirkuki është një zonë e ndërmjeme dhe se nuk guxon të valojnë në të asnjë nga flamujt e sipër përmendur. Shtetet kurde të krijuara deri më sot dhe të dështuara të gjitha do t'i përmendi me izën e Zotit në videon e 4 të këtij cikli rreth dosjes kurde. Deri atëherë, mirupafshim.